detyrimet e tatimet? Okej, vetëm se ky është një element shumë teknik dhe dikush mund të kishte thënë ty kështu. Ja më thuaj ti mua numrin e njerëzve që kanë ardhur nga Tirana në Lushnjë, duke egzageruar shumë. Janë 1000 veta, mund të ndikojnë 1500, 700 veta në rezultatin zgjedhor në rang qyteti ose qarku? Kjo nuk do të thotë, ka një gjë, perceptimi i ardhe e njerëzve, bëdhe pastaj atë prishjen e qendrës, sepse duhet jep një mesazh, ka pasi dyshim ose ligji për këto gjendje civile tani varet vetëm nga pushteti vendor dhe ti nuk ke akses si është pushteti vendor dhe pushteti qendror dhe nuk merr vesh se ç'a po ndodh. Vërtet nuk mundet, po kjo është një element i parë i asaj ç'a po ndodh, domethënë ata kanë ardhur me synimin jo sot, sepse që të votosh në një qytet si Lushnjë duhet të vish me skemë 6 muaj përpara. Pra kjo ka qenë skemë ngritur që 6 muaj përpara për të ardhur në Lushnjë. Është vërtet, por këta janë ata pastaj që drejtuan gjithë skemën apokaliptike të asaj që ndodhi. Si, e para unë kam bërë denuncim për atë laureatën, sepse e para ishte ish drejtoresha al kontrolli, jo një herë, po edhe në publikimet e mia, dhe ishte shkarkuar aso kohë në drejtoresh, nuk kryerte asnjë funksion, po ndërkohë që vinte në Lushnjë, vinte me makinën e al kontrollit. Dhe targat, i kam bërë atëherë me dije dhe targat, i kam në Facebookun tim publikuar akoma, targa, makina që ja përdorte, dhe me qesharake që bëri aksident me këtë makinë Rokozhin, duke u kthyer në Tiranë. Pra, deri këtu janë një element në të cilën mund të shërbente aso kohë, ishte pikërisht dhe kjo. Pra, përdorja aseteve shtetërore në funksion zgjedhjeve, ç'mund të kërkojë për shembull një ish drejtoresh që s'ka më lidhje me atë institucion, që të marrë përdorje atë makinë institucionale. E kuptova se janë elemente që me të drejtë këto Samir janë folur gjëre gjatë. Unë kam dhe një